Mirëdita të gjithëve. Pastërti dhe qartësi për sa i përket protestave dhe investimeve në Shqipëri. Dua të jemi qartë në këtë video, sepse para 4 muajve, kur flitej pikërisht për këto investime, kisha parashikuar, le të themi, diçka që unë mendoj që me kalimin e kohës kjo u përshkallëzua kjo situatë. Kur të gjithë kanalet televiziv flisin për një investim kolosal, një investim të madh dhe disa informacione që i kanë dhënë pikërisht këto kanale, është mirë që ju t'i dini. Pra, kush është rastisht nëse nuk e keni bërë ende lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për herë bashkë. Para 4 muajsh flitej për një investim kolosal që do bëj në Shqipëri. Dhe e gjeni këtë video, qoftë në kanalin këtu ku po flasim, ku flas për Ivana Trump dhe Kushner që do të investojnë në Shqipëri, pra në Vlorë, dhe unë çfarë kisha thënë në këtë? Përpara se t'ju them çfarë kisha thënë në këtë video, që e gjeni e përsëris, do t'ju them disa informacione që flitej në atë kohë. Dhe pastaj le të bëjmë përputhjen me sot se çfarë po ndodh. Dhe pse u përshkallëzua ky problem. Atëre, thosha në të gjithë kanalet thoshin që një investim i madh do të bëhet pra nga dhëndri i Donald Trumpit në ishullin e Sazanit edhe në Zvërnec. E keni në 2 kanalet më të mëdhenj televiziv në Shqipëri ku flasin haptazi dhe thonë në ishullin e Sazanit dhe në Zvërnec. Ndoshta ky ishte një lapsus, ndoshta ky ishte vetëm një mendim që edhe në Zvërnec. Por unë këto 2 ditë të fundit lexoj që thuhet që nuk është me fjalë nuk fshihet Kushner, por janë 2 vëllezër arab, me fjalë që nga Arabia Saudite që investojnë në Zvërnec. Por në 2 kanalet më të rëndësishme i gjeni video dhe përsëris dhe njerë, flitet pra që 60 projekte do të paraqiten nga stafi i pikërisht pra i dhëndrit të Trumpit, thot në lajme, për ishullin e Sazanit dhe për Zvërnecin. Dhe kjo është pika 1. Pika tjetër, çfarë kam thënë unë në 4 para 4 muajve, më falni, kam thënë këtë. Unë nuk jam kundra investimeve, fjalë për fjalë, nuk jam kundra investimeve. Por jam me prioritetin që duhet jap qeveria vendasve, pra shqiptarve. Në qoftë se në Shqipëri nuk ka investitor të fortë, atëre të mbledh të huaj, nuk po flas për veten këtu, them në video, nuk po flas vetëm për veten, po flas për gjithë. Pse jo edhe për veten? Por po them, të gjithë shqiptarët kudo që gjenden në botë, me aq sa kanë të mund të marrin pjesë në një projekt. Do thoni ju, po mirë, pse qeveria do t'i therras, po pse kush është puna e qeverisë? Më falni, pse duhet të shkojnë pas qeveria, për shembull, pas një investitori të madh të huaj? Pse? Të marrin shqiptar, kënë shqiptar sa doni, janë 10 milion shqiptar vetëm në Amerikë. Dhe në vende tjera të botës, edhe në Zvicër. Të therras qeveria 5.000, 10.000, 100.000 shqiptar dhe secili i thot sa do investoni kaq dhe secili të marr kuotën e tij pra për sa i përket investimit dhe të bëhen investime nga projektues shqiptar në vendet shqiptare. Ka një tjetër problem akoma më madhor që duhet ta diskutojmë. Shqipëria është vend i vogël, ndodh në të gjithë botën që ka investues. Në të gjithë botën blejnë toka, në të gjithë botën ndodh që blejnë jo vetëm toka, investojnë etj. Dakord. Por ka një problem madhor. Shqipëria është kaq e vogël sa një lagje e Romës. Dhe në qoftë se çdo kush do të blej, pra një huaj që ka miliarda, do të blej një copës, atëre zhduket Shqipëria, sepse nuk është më jotja. Ku është problemi i investimit huaj? Sepse atë që kam thënë në atë video dhe po ja u përsëris këtu. Ku është problemi? Do t'ja u them tani. Problemi është ky. Pikë së pari. Një huaj që vjen në Shqipëri, sipas jush, ai parat do t'i lënë në Shqipëri apo do t'i marrë? Sepse janë parat e tij, ai bën ç'të doj me parat e tij. Ai do t'i çojë atje ku do dhe atje ku ka nevojë. Shqipërisë do t'i japi taksat, në qoftë se është në kontratë për të dhënë taksa, sepse ka dhe kontrata që nuk duan të japin taksa, me fjalë bien dakord që të mos japi taksa, por të shfrytëzoj vendin. Ka kontrata të tilla, unë nuk e di si është bërë kontrata. Do t'i japi punëtor, fuqi punëtore, me fjalë fuqia punëtore do të jetë shqiptare. Dakord. Por parat, sepse sa do të mbeten? Parat 10%, 20% do mbeten në Shqipëri. Pra nga punëtorët, nga investimi, apo ndoshta edhe që do të vendosin për banka për lëvizje të parave. Por pjesa dërmuese e parave nuk do të mbeten aty.
por do t'i ketë investitori, pra ai që ka investuar. Kështu që në këtë rast nuk më intereson kjo, sepse unë nuk jam kundër dhëndrit të Donald Trump apo kundër kujdo investitori. Nuk jam kundër atyre. Secili bën punën e vet, ai ka gjetur aty, bën aty, kaq. Por populli e ka kuptuar pra që një investim i tillë do të shfrytëzonte vendin dhe sidoqoftë pjesën, sepse çdo kush e bën për vete. Pra pjesën tjetër ai do ta bënte për vete. Se është normale që do ta bëj për vete. Kështu që në këtë rast e kisha parashikuar, mund të them mirë, e kisha parashikuar që kur të gjithë kanalet televiziv dhe gjithë mediat flisnin për një investim kolosal që do të bëhet në Shqipëri etj, unë kisha thënë diçka që ishte thelbësore. Dhe askush nuk e kuptoi, askush nuk e dëgjoi. Dhe e kam përsëritur para 2 ditësh sërish, se nuk e mbaja mend, të them të vërtetën, por pash video. Dhe pash të them që e përsëris akoma edhe një herë. Puna e qeverisë dhe detyra e qeverisë është të ndihmojë në radhë të parë vendasit, të ndihmojë shqiptarët. Se si do t'i ndihmoj, apo si mund ta bëj, kjo nuk është detyra ime, është detyra e atyre që janë zgjedhur, sepse nëse zgjidhet një qeveritar apo një qeveri, zgjidhet për të mirën e popullit dhe zgjidhet si një i zgjuar dhe zgjidhet si një njeri i predispozuar për të mirën e popullit. Pra nuk mundet që të thotë që jo, unë nuk mund, si do ta bëj unë këtë. Pra duhet të gjej zgjidhje, kushdo qoftë, një qeveritar apo edhe një qeveri e tërë. Sepse kjo është puna e qeverisë. Kur jep në dorë fatin tënd, sepse ti Shqipëria, shqiptarët, jo vetëm shqiptarët, kudo në botë, i jepni fatin tuaj, ja jepni në dorë qeveritarëve kur e zgjidhni, kur jepni votën. Dhe ai nuk duhet të prej në bes askënd. Pra një qeveritar apo qoftë edhe një qeveri. Nuk mundet që ta presësh në bes një popull. Pra ta presësh në bes në këtë rast që po thoshja që okay, zgjidheni ju vetë. Jo, sepse ne të kemi zgjedhur pikërisht për këtë. Pra ti duhet të jesh i aftë që ti të jesh i denj, jo vetëm për vendin, por edhe i denj edhe për të dhënë diçka popullit. Pra që ta ndihmosh atë. Kështu që unë jam ende i asaj që them që është mirë që të jipet prioritet të shqiptarëve kudo në botë, jo vetëm shqiptarëve në Shqipëri, por kudo në botë, të gjendet zgjidhja se si mund të bëhet një gjë e tillë. Ndërsa për sa i përket pastaj nxitjeve të protestave, apo që thot dikush që ka nxitje të protestave nga lobe të ndryshme apo nga shtete të ndryshme, këtë nuk mund të them dot sepse nuk di. Ç'është e vërteta, duhet të them diçka. Çdo shtet, në këtë rast edhe Shqipëria, analizon çdo protest dhe merr të dhëna, fotografi, video, çdo gjë që nevojitet, nëse në protest ose gjatë protest këto protesta janë nxitur nga lobe të ndryshme ose janë bërë të qëllimshme. Unë nuk mendoj që janë bërë të qëllimshme, por di një gjë, që të gjitha shtetet përreth, në këtë rast në radhë të parë Greqia, jo sepse kam kundër Greqisë, po them nuk do që të ketë një zhvillim. Në fakt, ky dhëndri i Trumpit po pretendoj tani që të shkojë të bëjë investimin, pra të tërhiqet nga ky investim i Shqipërisë dhe të bëjë një investim në Mikonos. Këtë unë nuk di çfarë të them, di vetëm kaq që gjatë protestave tregohet që ka patur edhe organizata të huaja që kanë organizuar këto protesta. Tani populli, që është e vërteta, nga njëra anë ka të drejtë secili që të bëjë një protest, por nga ana tjetër duhet patur parasysh që mos të nxitet jo vetëm populli, por edhe njerëzit nga lobe ose forma të ndryshme, qoftë politike, qoftë fetare apo ku ta di unë, dhe për më tepër vura re që gjendet pra në Shqipëri gjatë protestave dhe një flamur që quhet One Piece, mos gaboj, që është me atë kapelen, është një film japonez i viteve 70-80, që është një Gen Z, si quhet, dhe me këtë kapelen prej kashte dhe kjo që është një kartun, me pak fjalë, është i shpërndar në për njerëz. Tani këta ndoshta e kanë rastësisht në dorë, ose ndoshta ja u kanë dhënë në dorë, por duhet të dini diçka që ajo tregon protestën e gjithanshme, ndaj quhet One Piece, pra një
një paqe botërore dhe kjo lloj forme ose ky flamur ka qenë në çdo protestë të botës. Pra në çdo vend të botës, ky One Piece, ky flamuri kartun, me fjalë i viteve 70-80 japonez, paraqitet ose shfaqet në çdo protestë. Pra, nëse paraqitet në çdo protestë, ose ata që kanë në dorë e dinë shumë mirë se përse bëhet fjalë, ose ndoshta dikush tjetër e ka bërë të qëllimshëm me fjalë që të marrë pjesë tu. Tani, normal që për dikë kjo interpretohet si një flamur i paqes, por është një diçka New Age për ata që nuk e dinë. Megjithatë, çfarë mendimi keni ju për atë që ju thash? Përse para 4-5 muajsh të gjitha televizionet të gjithë ishin të gatshëm me fjalë për investimin dhe sot nuk janë të gatshëm. Një kjo. Dhe si e mendoni ju atë që thash, atë që kisha thënë para 4 muajsh, kur nuk e thoshte askush dhe po e përsëris prap tani. Pse nuk u jepet prioritet pra shqiptarëve në përgjithësi? Pra të bëhen projekte, të krijojnë projekte nga vetë shqiptarët dhe të thërriten investitorë të quajtur kështu ose shqiptarë nga mbar bota me aq sa kanë, secili prej tyre dhe të marrë kuotën sipas investimit që bën për një investim X për shembull në një vend si për shembull Zvërneci apo Sazani apo ku ta diu. Pse nuk bëhet një gjë e tillë? Pres komentet tuaja. Dhe shpresoj që kjo video të mbahet të jetoj këtu sa më gjatë, sepse një ditë do kujtohet kjo kërkesë që unë kam bërë para 4 muajsh, vazhdoj që ta bëj ende sot dhe e bëj për të mirën e të gjithëve. Unë nuk jam kundër askujt. I dua të gjithë njësoj dhe mundohem që të jem neutral. Në këtë rast, për shembull, unë e përsëris edhe një herë. Për 2 arsye them. Një, që t'i jepet prioritet shqiptare sepse është shqiptarëve, në radhë parë, por 2, që është më e rëndësishmja, që Shqipëria është e vogël dhe nëse do të jepen pjesë të si për shembull Sazani apo Zvërneci apo vende të tjera të huajve, do mbetet pak dhe për më tepër ata e bëjnë për veten e tyre, nuk e bëjnë për popullin, sepse normal kush investon e bën për veten e tij. Kurse një shqiptar do t'i lë lekët aty. Pra investimin, nëse do ketë fitime në investim, do ta lë pikërisht në Shqipëri. Ju çfarë mendimi keni? Pres, ndajeni.